ndikojnë shprehjen në vullnetin e votuesve. Dhe ky është një nga elementet. Nëse po them që ka numri serik në disa flet votime, I papërputhshëm me numrin serik në deng. E përmende zoti Ullësema, e përmende ma herët shtypjen e valutës, shtypjen e pareve. Nëse ka gabime në shtypjen e valutave, ato pare të hiqen për të ikut. E ju nuk I keni të heq, jo, se qëzëja nuk I ka të heq, so me gabime, I ka qunë për dorim. Apo insiston që problemi është kaq I madh, po do të kthehemi me juve. Zoti Sadiku, nuk është një problem. Kaq I madh sa të kthehet gjithë Shiko, këto janë çështje të cilat unë nuk po du me... Po fletvotimi nuk I ka cënu në kuptimin e mundësisë për me shpreh vullnetin. A e kupton, sikur ti shkon një fletvotim me dy emra të njëjtë të kandidatëve, veç një me pas qenë, me pas gjithë një fletvotim, ku ki shkru Faton Peci. Ju në gjithë shumë fletvotime, zoti Ullësema, me probleme. Elemente, po nuk kanë qenë gabime të cilët e ndikojnë ose po sot është gabimi teknik numri serik. O zotni. Po ka fletvotim pa numër hifare serik. Po nuk është e domosdoshme që të ketë numër serik. Që po ta them, ka vende, a e kupton, po që po ta shpjegoj. Zoti Ullësema, ja duhet me pas, ja nuk duhet me pas. Ka shumë elemente të sigurisë fletvotimi për me garantu që edhe nëse njëri nuk funksionon ose le të themi nuk përputhet, elementet tjera janë për verifikim. Ka mjaftueshëm elemente. A ju verifiku? Po, janë autoritetet që të verifikojnë. Unë s'po e vënd dëshim. Unë s'kam asnjë dilemë për verifikimin. Unë e kupton. Na gjithë po kërkojmë me tim plot. Ato që edhe Rustemi vëllai hedimin le të bëhet. Unë vetëm po mundohem ta ndaj.